Për të pastruar gjurmët e aferave të grabitjes së tokave në Bregdet, Edi Rama tha se gjiri Porto Palermos është shpallur zonë mbrojtur park natyror dhe nuk është dhënë asnjë leje ndërtimi. Është e vërtetë që gjiri Porto Palermos është shpallur zonë mbrojtur, por Edi Rama gënjeu kur tha se brenda kësaj zone nuk janë dhënë leje ndërtimi sepse janë dhënë leje për resorte. Dokumentet që po publikon pamfleti vërtetojnë se me vendim numër 13 datë 25 shtator 2024, Këshilli Kombëtar i Territorit i drejtuar nga Edi Rama me propozim të ministres Mirela Kumbaro dha lejen për ndërtim resorti funksional në gjirin e Llamanit, brenda zonës së mbrojtur të Porto Palermos nga kompania Bega 07 dhe Capital B SHPK. Sipas raporteve të agjencive ligjzbatuese, Mirela Kumbaro, përveç se publikisht është propozuese dhe firmosëse e lejes së resortit, në hije është bashkëinvestitore në këtë resort me trafikantin dhe pastruesin e parave Arben Muçobega, të njohur si prestanome i saj në lejet e ndërtimit. Në vitin 2015, Instituti për Ruajtjen e Natyrës hartoi planin e menaxhimit për Parkun Natyror Gjiri Porto Palermos, ku përfshi edhe gjiri i Llamanit, ku nuk do të ndërtohej asnjë lloj ndërtimi. Pas 7 vitesh të mbajtura në sirtar nga Mirela Kumbaro, plani për gjirin e Porto Palermos Llamanit u shpall Park Natyror Bregdetar i mbrojtur me vendim numër 557 datë 29 korrik 2022 të qeverisë. Por Mirela Kumbaro, në ujdim me Edi Ramën, para miratimit me vendim qeverie të zonës së mbrojtur gjiri Porto Palermos, hoqi nga harta një pikë të vockël të quajtur gjiri i Llamanit me sipërfaqe 10400 m2 dhe faqen toksore e shkëmbore të tij me sipërfaqe 33000 m2. Qëllimi për heqjen e gjirit të Llamanit nga harta e zonës së mbrojtur Parku Porto Palermos u zbulua në muajin shkurt 2024 kur kompania Bega 07 aplikoi për leje zhvillimi e ndërtimi resorti Amantes me 5 yje, pikërisht në sipërfaqen pika e voçkël gjiri i Llamanit që Mirela Kumbaro dhe Edi Rama e hoqën fshehurazi nga harta e zonës së mbrojtur. Toka e grabitur zhdukur dosja në kadastrën e Vlorës. Resorti Kumbaros dhe trafikantit të saj Arben Muçobega dhe gjiri i Llamanit ka një hotel me 5 yje, vila, ambiente shërbimi, restorante, SPA, zonë eventesh, pishinë Aqua Park në sipërfaqe totale 101.288 m2 tokë shtetërore Buzdetit, që rezulton e grabitur me letra false. Më 15 prill 2024, pronari i kompanisë Bega 07 SHPK Arben Muçobega, pasi kishte zaptuar dhe filluar ndërtime pa leje në gjirin e Llamanit në Himar, i bëri kërkesë Komitetit të Investimeve Strategjike për të trajtuar si investitor strategjik, me qëllim që të përfitonte falas plazhin, sipërfaqen e tokës së zaptuar Buzdetit dhe 30 vjet përjashtim nga taksat. Me vendim numër 6 datë 7 maj 2024, Komiteti i Investimeve Strategjike ja refuzoi kërkesën me këtë përgjigje. Mospranimi i kërkesës për përfshirjen e projektit investues resort në gjirin e Llamanit, pasi toka nuk ka regjistrim fillestar në kadastër dhe nuk pretendon të jetë shtetërore. Pra toka të gjiri i Llamanit në Porto Palermo është tokë shtetërore e paregjistruar në kadastër, por trafikanti Arben Muçobega e ka zaptuar me letra trashëgimie pronësore false dhe Rama e Kumbaro i kanë njohur për lejen e resortit, kur ai brez pas brezi është nga një fshati të Pelenës. 4 muaj pas refuzimit të titullit investitor strategjik, Edi Rama dhe ministra Mirela Kumbaro me vendim numër 13 datë 25 shtator 2024 i dhanë trafikantit Arben Muçobega lejen për ndërtimin e resortit, projekt që është edhe në librin The Albanian Files të mafjes së betonizimit. Pyetje kryeministrit Edi Rama: a është leje ndërtimi për resort ajo që keni dhënë në gjirin e Llamanit në Porto Palermo pas miratimit të zonës së mbrojtur park natyror?